Në këtë lagje të vjetër të Gjakovës, aty ku xhamia nuk është vetëm vend falje, por shtrej shpresë për shumë familje, vepron imami Abdurrahman Bejtullahu. Për qytetin e Gjakovës, ai nuk njihet vetëm si imami i xhamisë së Qylit, por si njeriu që ka shndruar bamirësi në mision të përditshëm, duke qenë vazhdimisht pranë familjeve në nevojë, jetimve dhe atyre që kërkojnë mbështetje për një jetë më të mirë. Ai nuk është adresë vetëm e familjeve të cënueshme, por edhe të gjithë atyre që duan të ndihmojnë të tjerët. Mishërimi Abdurrahman Bejtullahu me Islamin nisi herët, që në fëmijëri në xhamin e lagjës së tij. Ka qenë viti 1993-92 plus minus, ku kemi filluar më ardhur në xhami. Unë kam pas fatin që xhamin e kemi pas mund lagjes të ku jetojmë dhe ka dorë Zoti ka qenë një grup shumë i mirë të asaj kohe, djemë dhe vajza që sot janë profesora, doktora, jo vetëm nga Gjakova, të ishën ardhur në diasporë një pjesë e madhe tyre, që kemi ardhur, kemi mësuar kurset, disa i lahik nëshim, ndonjë pjesë nga Kurani famlar, kena vazhdu. Ka qenë një haxhi i ndjerit as cili ka ndruar jetë e ka myt forcat barbare serbe, bashkë me djalin e tij, bashkë do t'i kanë çuar si shahid, Haxhi Abdullahu, i cili është mundu që të më nxjerrë mu si hoq. Medreseja ishte hapi i pare i formimit të tij fetar dhe njerëzor. Medreseja ka qenë foleja ime e parë që kam marrë mësime të para islame dhe kam pas përkrahje të madhe atje ku kemi shku. Nga Gjakova kanë qenë njerëz dhe ngishta dhe Zoti na lë ngishta për fat keq. Interesimi është pak më i dobët nga rrafsh të Gaxhinit. Dhe në atë kohë thoshin kush ka medresë ka me la gjinazë. Unë alas kom la gjenazë, përveç ne familjare, për dashamije që kom pas, ka qenë kjo që më të friksu që mësë shku në medresë, jo keme pas këtë kohën tërë dhe kështu më radhë, po medresa na ka hapë dyrt e diturisë, diapazonin që më vazhdu me tutje, pas nga medresja e përfundum shku në Egjipt një kohë atje kena mësu gjuhën arabe, pas e shku me dine përfundum fakultetin dhe pas e kena kry masterin arabe nga zestari. Ish sekretari Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakovë, Esat Efendi Rexha e kujton fillimet e Abdurrahman Bejtullahut si një imam që me dërmos kërkonte aktivizëm në punët e mira. Ky si imam, si gjeneratë e re, thëmë me kështu me plot përgjithësi, o konë një prej imamve më aktiv, një prej imamve më interesuar, një prej imamve që nuk ka këshyrë me vazhdu jeta fetare, me vazhdu që është pasive, por gjithmonë është interesu me qitë diçka të re, ndonjë sukses, gjithmonë është interesu për aktivitete fetare dhe gjithmonë është interesu që me sjellë freski në jetën fetare. Sot, përveç detyrës së imamit, Abdurrahman Bejtullahu është koordinatori i shoqatës humanitare Bereqetin në Gjakovë, një punë vullnetare që falë për kushtimit dhe dedikimit ka arritur që t'u ndryshoj jetën secilit qytetar pa asnjë dallim. Kom një staf të mirë, kom 5 djemë me kom Fatonin, Nasirin, Blendin, Sabitin, Adhen, Luanin, Taulandin, kemi qenë një staf i mirë që cili për tyre është me një punë tjetër të angazhuar të aman familjen e vetë, këto kemi si punë vullnetare padyshim. Dhe kemi bërë shumë punë të mira falë bamirësave që kemi nga vendi, nga diaspora. Përmes Bereqetit në Gjakovë janë ndërtuar mbi 30 shtëpi për familjet në nevojë, teksa dora e zgjatur nuk ndalet vetëm aty. Neve na kanë thonë shpesh me zivire, na kanë thonë kopraca, po është këtë e kundërta, ka dorë Zoti që për një kohë 10 vjeçare kena bën mbi 30 shtëpi. 30 shtëpi janë shumë bejë madhe, kemi filluar nga një buk, kemi filluar nga një pak ushqimore, 2 litra vaj, 2 kg sheqer, një pashtet, një sallam, diçka të vogël, tash kemi ardhur ato të mëdha që shumë atyra kapën, ndoshta 50-60 euro. Kjo është dera falë bamirësave që kemi tonë. Besimtarët thonë se ndihen krenar me punën e imamit Abdurrahman Bejtullahu. A ka ndonjë aktivitet cilën njerëzimi mundet me imagjinu e që hoxha nuk merr pjesë në ta? Qoftë në shpërndarjen e mishit kurbanit, qoftë në ndihmë të nxënësave, qoftë në ndihmë të jetimave, qoftë në ndihmë në
barna cilët kanë nevojtarë, qoftë në ndërtimin e shtëpive. Pra, fusha e bëmirësisë, cilën merr pjesë Hoxha Abdurrahman, është çaq e gjerë, e çaq e plotësuar, sa që Hoxha aty ku ka bëmirësi, ky është pjesëmarrës. Andaj, bëmirësia edhe Hoxha Abdurrahman, unë mund të themi që është sinonim i njëri tjetrit. Po, unë konsideroj që është nder, edhe po ashtu është një privilegj, sepse mund të themi se ashtu siç e përmendëm kur të përmendet Hoxha Abdurrahman, njihen, do thotë jo vetë Gjakova, po mendoj që edhe më gjerë. Mendoj që është shumë një vlerë e shtuar për qytetin tonë, një hoxh kurse është Abdurrahmani. Po sa di une që është një njeri shumë bamirësi që bën. Jep kontribut të madh. Me ato të vetat që i jep e shadim populli, jemi krenar me ta, shumë. Janë për mi 500 afër 600 vetë, familje si marrin ushqime për tina, si humanitetin si e ka ai, si e ka bën. I pa lodhur, hiç nuk lodhet, as nuk di lodhi, vesh për para, ka dërtuar. Shtëpia gjenve të fukare, një ushqimore ka hap, faleminderit edhe për diasporës që i kanë ndihmuar, sa për xhepit vetë nuk ka mujt me bë, po edhe për diasporës i ka ndihmuar humanitetin që i kanë bë. Në qendër të gjithë këtij angazhimi, qëndron një hadith që imami thot se ka shumë për zemër. Atë hadithin që kam qef shumë, e që pejgamberi sallam ku është pyet cilin nga njerëzit Zotit dë më së shumti, është përgjigj ata që është në shërbim të të tjerëve. Dhe kjo po mundohem në këtë pek të këtij hadithit të vazhdojmë dhe jetën tonë. Pra ku të jetojmë mundohem më bu mirë, sipas mundësive që i kemi. Këtë filozofi e ndajnë edhe bashkëpunëtorët e tij. E kam pasur gjithmonë ka qenë i dhonën mas bamirësisë, domethënë edhe kemi dashur që mos me lënë veten, po të bëhemi pjesë ndihmëses. Pse të bëhem pjesë ndihmëses apo që thot fjala popullit të bëhem një krah për to që mos ta lojmë veten, se vetëm nuk bëhet asgjë. Jemi munduar që të rrim afër ti, që të ndihmojmë njerëzit edhe ne. Arsyeja ka qenë që duke u nis prej hadithit që është më mirë për jush, është ai i cili është në shërbim të të tjerëve. Hoxha gjithmonë u në shërbim të tjerëve. Kemi dashur ne të bëhem pjesë e stafit që të jemi në shërbim të tjerëve. Sipas Bordoniqit, imami Bejtullahu ka një ngjeshmëri të veçantë për jetimet. Mos mi harroni, gjithë stafit na thot, mos mi harroni në radh par jetimet. Mos mi harroni thot në radh par pleqt që në vetëm për shembull. Qoftë në anat vetë ushqyse, qoftë pleqit. Më thonë edhe gjithçka që vjen në stafin tonë që kemi në magazinën tonë, gjon e parë thot t'i ndajmë për jetimet, t'i ndajmë për këto. Aty është shef se veçunia e tij është jetimet e ka pikën më të dobët ti. Ai i cili paraqet një kërkesë tek ne, asnjëherë nuk refuzohet për ushqime, për gjëra të ndryshme. Po kur është problemi, kur është në pyetje shtëpit, aty bëjmë një verifikim pak më të gjatë, ju betohem që më mirë ndihemi ne, kënaqemi ne se sa ata që marrin atë kërkesë që kanë pas, se dalim, si më thonë, inshallah faqe bardhë në realizimin e atij projekti. Bamirësia e bereqetit nuk njihet dallim fetar apo kombëtar. Këtë e konfirmojnë edhe përfaqësues të komuniteteve të tjera fetare. Është shumë i sjellshëm, shumë i respektueshëm, është bamirës. Ti që me ta thonë në aspektin e haptë është shumë mirënjohës i njerëzve që janë me një kategori më të ulët, ka ekonomia, ka do zonë aspektin jetësor si konsiderohet. Puna e tij vlerësohet edhe nga institucionet lokale. Kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, e cilëson bashkëpunimin si shembullor dhe mbi të gjitha e vlerëson imamin si një vlerë unike në qytetin e Gjakovës. Komuna ka shumë lloje të bashkëpunimeve. Qysh unë i vlerësoj është sa është i lehtë bashkëpunimi dhe sa ka efekt. Më më thonë që me bereqetin edhe me hoxhen Abdurrahman Bejtullahu është në top. Shumë shpejt kryen punë, kryen pa probleme, pa ngarkesa,
edhe kryhen mirë. Mu jemi thonë që investimi i komunës Gjakovës, duke e mbështet Bereqetin, është investim shumë i qëllum, ka dalë investim i jashtëzakonshëm. Nuk po flasim për shumë miliona, flasim për fonde më të vogla pak, amo që sikur sot që e kem pa, shihet efektin, ndron jeta e njerëzve. Çdo lëvdat mund, pa mua veç më jemi thonë që në fillim këtij viti edhe e ka marrë mirënjohjen si nderi i qytetit. Nuk ka qenë thjesht ajo punë. Çdo lëvdat. Shumë njëri i but, njëri i thjesht, po që kryen punë që nuk nalet kurrë. Vetë imami thot se motivimi i tij vjen edhe nga përvoja personale. Edhe në vetë kur kam qenë i vogël, dikush më ka ndihmu. Kom pasur për krahje, dikush më ka paguar biletën e autobusit. Në kur ka qenë Coli dhe Gramozi, që si medresanta kena pas privilegj të kemi biletën gratis, sidomos nga Gjikadria. Edhe e di çka është dikush me së pas parë në xhep, e di çka është me së pas një student holla në xhep, dhe e di se çfarë gëzimi ka njeriu që e bën një dert të madh. Dhe e bëj me shumë kënaqësi, me shumë qejf, dhe ta them të vërtetë nuk kam besu që kam aq shumë përkrahje të mëdha. Ku të shkojmë në bizneset e Gjakovës kemi dyrë të hapura. Ku shkojmë te bamirëset e kemi dyrë të hapura. Nuk ka ndodhur dikush me na kthy, edhe pse ndoshta ka një bom tepër shumë, se kërkoj parë për bukë, kërkoj parë për pak ushqimore, kërkoj parë për dru, kërkoj parë për çanta shkollore, kërkoj parë për me ndihmën e jetimit, kërkoj parë deta, kërkojmë edhe gjak. Do thonë këto po mundohemi që në bashkëpunim të dalin ndin vendit ton, e hala dikush ka thonë hoxhu boboll. Se dikush kur thotë duhet më boboll, duhet më nal edhe pak na më thonë, kjo është finishi, po besoj që s'ka ndodhur hala përkundrazi po shtohen pamirësat. Ne kemi 3 shtylla kryesore. Shtyllën e parë kemi xhamatin ton, kolegët ton që kemi kryetarën dhe kryemomin, që na ndihmojnë me ato projektet tona që kemi. Shtyllën e dytë kemi bizneset tona nga Gjakova, dhe kryesore që na marrin është diaspora, që pa ndihmën e tyre nuk kena pas mundësi ta bëjmë asnjë nga ato projektet tona që kemi. Për te ndihmës materiale, puna e imamit Abdurrahman Bejtullahu shtrihet edhe në ndërtimin e urave të mirëkuptimit ndërmjet njerëzve dhe besimeve. Në Gjakovë, bamirësia e tij nuk një kufi fetar apo etnik. Kriteri vetëm mbetet nevoja. Në Gjakovë kemi një harmoni shumë të mirë. Kemi edhe besimet e katolik, kemi edhe besimeve të tjera që janë tek ne. Kemi ndërtu shtëpi, në këtë rast në fshatin Petashan. Kemi mbledhë banesë për nane me jetima. Kemi 4 familje që çdo muaj marrin pak ushqimore nga ne. Kemi njerëz që jetojnë vetëm, që fshata Bereqeti sa do pak ju ndihmon me ato që i ka. Te ne privilegji është me qenë, ta quaj privilegj me qenë një që ka nevojë. Në momentin që regjistrohet i vlerëson kushtet, i vlerëson kriteret, ne nuk shiqojmë çfarë gjuhë flet, çfarë ngjyre ka dhe çfarë besimi ka. Me çfarë kriteret që ne kemi dhe ka dorë Zoti shkojnë mirë. Jetën ku kemi edhe bamirësa që jetojnë në diasporë, të besimit katolik që kemi përkras djathtë. Për të, bamirësia nuk është vetëm aktivitet humanitar, është mënyrë jetese, një mision që vazhdon çdo ditë, në heshtje, por me ndikim të madh në jetën e secilit qytetar. Mos kishte qenë martesa, ndoshta kishte pas bamirësi në grup parë. Kështu që bamirësinë e ka në radhë parë, me thonë drejtën. E ka në radhë parë edhe po thuj që shumicën e kohës, shumicën e energjisë vet e shpenzon në shoqat. E shpenzon afër familjeve, afër nevojtarëve, afër pleqve, cilët janë shumë nevojtarë. Ka rast që vetë shkon, ju dërgon gjitha gjanat vetë i bartë, me makinë vetë i bartë, deri në shtëpi apo qof një ndërtesë lart, vetë ngjitet ju dërgon, vetëm ju ngjit afërme. Domethënë me ka të veçantë këtë punë. Me ka të veçantë, ka ngulit në thellë që bamirësia është pjesë e përditshme e jetës tij.